Për veprimtarinë jo produktive të SPAK-ut të krijuar si strukturë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, qarkullojnë disa mendime. Njëri prej tyre është se drejtuesit dhe prokurorët e tij janë të paaftë. Ky përfundim nuk qëndron as formalisht, pasi për 3 drejtuesit e deri tani shëm të SPAK-ut dhe 20 prokurorët është thënë se janë përzgjedhur si profesionistët më të aftë dhe me përvojën më të madhe në hetimin e dosjeve të ndërlikuara. Nuk bind dhe nuk justifikon as argumenti se prokurorët e SPAK-ut janë të paktë në numër dhe nuk e përballojnë volumin e çështjeve, prandaj vonojnë hetimet dhe dërgimin e të pandehurve për gjykim. Realiteti i punës së SPAK-ut dëshmon se drejtuesit dhe prokurorët e tij mund të jenë të ngarkuar me shumë dosje, por nuk janë të paaftë, të lodhur apo pa mundësi për të përfunduar çështjet penale të pushtetarëve, politikanëve, trafikantëve dhe oligarkëve. Për shembull, me kërkesë të SPAK-ut doli nga qelia ish ministri Ilir Beqa me arsyetimin se kishte përfunduar afati i paraburgimit. SPAK-u nuk sqaroi pse e solli vërdall çështjen për 6 vjet, duke e hequr dhe futur disa herë Beqaj në dosjen e sterilizimit, ndërsa nuk e heton për koncesionet e tjera në shëndetësi. 4 herë është kapur dhe proceduar pronari i kompanisë Banaking Trifon Murataj, në rast të trafikimit të rreth 4 tonëve kokainë gjithsej. Drejtuesit dhe prokurorët e SPAK-ut nuk e hetuan, megjithse çështja ishte në kompetencën e tyre, por ja lan prokurorisë së Durrësit, e cila i pushoi procedimet ndaj tij. Drejtuesit dhe prokurorët e SPAK-ut kërkuan me këmbgulje në gjykatën e posaçme pushimin e çështjes së resortit të ish-ministres Olta Xhaçka dhe bashkëshortit të saj në Dërmi. Ndërkohë prej 4 vitesh mbajnë të bllokuar çështjen për aferën e portit të Limionit në Saran. Vetë drejtuesit dhe prokurorët e SPAK-ut pushuan çështjen për Olsi Ramën, të përmendur si pjesë e grupit të trafikut të drogës në Xibrak. Ata i hoqën emrin edhe nga dosja call center dhe nuk e kanë prekur në asnjë dosje tjetër. Drejtuesit dhe prokurorët e SPAK-ut nuk e kanë pyetur kryeministrin Edi Rama, megjithse emri dhe nënshkrimet e tij kanë dalë në urdhra dhe vendime që lidhen me koncesionet, kontratat €1, lejet dhe tokat për investitorët strategjik. Nuk e kanë pyetur për dosjet e aferave, landfillet, McGonigal, satelitët, rruga e Arbrit, rruga Thuman Kashar, deri Paska, Ronje Fet, Charteri, Riolli dhe Ishulli i Sazanit. Nuk e kanë pyetur as për dosjet e fundit që lidhen me librin e 500 projekteve të betonit dhe me çështjen e Aruba. Thuhet se SPAK e ka pushuar në heshtje çështjen e Ongjëlla Gaçit për aferat e landfilleve. Ai nuk po hetohet as për lidhjen me Artur Shehu në grabitin e 600 hektarëve tokë në Bregdetin e Vlorës. Prej 5 vitesh SPAK-u mban të bllokuar hetimin e dosjes Manastir Liu për tenderët e COVID-19 dhe koncesionet e sterilizimit dhe laboratorëve. SPAK-u po mban të bllokuara edhe hetimet për dosjet Blendi Gonxhe, Dritana Golli, Krifca, Kumbaro dhe Denaj, të lidhura me fondet publike, fondet e BE-s, fondet e landfilleve, detyrimet e bankersit, tokat dhe plazhet publike, si edhe lejet për trafikimin e mbetjeve të Kurum. Drejtuesit dhe prokurorët e SPAK-ut nuk prekin Shkëlzen Berishën dhe bashkëpunëtorët e tij, Raman Selmanllari dhe Shkëlqim Beshiri, të përfshirë në denoncimet për gërdecin, grabitin e tokave në Bregdet dhe pastrimin e parave nëpërmjet ndërtimeve, kullave dhe resorteve. Nuk po prekin as Tom Doshin dhe oligarkët e trafikantët Pollum Salillari, Bashkim Ulaj, Gjergj Luca, Andrea Çaushi, Amanti Osifi, Sinan Idrizi, Lul Morina, Eral Miftaraj, Roland Ziu e të tjerë. Të raste nuk tregojnë pa fuqi apo mbi ngarkesë të drejtuesve dhe prokurorëve të SPAK-ut, por klientelizëm dhe kapje nga interesat përbashkëta. Prej 3 ose 4 vitesh në SPAK janë depozituar kallëzime edhe për Pollum Salillarin, Bashkim Ulajn, Gjergj Lucën, Amanti Osifin, Lul Morinën, Andrea Çaushin, Eral Miftaraj, Emriana Sakun, Flamur Nokën, Ridvan Boden, Rakip Sulin, Ilir Xhakollin e Pogradecit, Gledian Llatjan, Armando Subashin e të tjerë. Në afër 7 vjet veprimtari, SPAK-u nuk ka mbyllur asnjë dosje të politikanëve, qeveritarëve, oligarkëve dhe trafikantëve të lidhur me kupolën e pushtetit në bizneset e ndërtimit dhe koncesionet. Erben Kraja dhe Altin Dumani i lanë këtë dosje në hije. Gjatë 8 muajve të drejtimit nga Klodian Braho, SPAK nuk ka nxjerrë asnjë urdhër arrest, megjithse kamullarin me 197 çështje penale duke përsëritur refrenin janë në hetim paraprak. Ndërkohë SPAK-u ka pushuar disa çështje, fije të cilave ngjiten në rangje ku drejtuesit dhe prokurorët e tij nuk arrin. Arsyet i din ata, por publiku i kupton.